Gjithmonë kam patur dëshirë të xhiroj një film për Lukovën dhe për njerëzit e saj të pasionuar, e veçanërisht për heroin e punës socialiste, Vasilen Agnosti. Shoku Vasil, do donim të na tregoni diçka për përpjekjet tuaja në arritjet e ndërmarrjes. Është mirë që në filmin tuaj të fiksoni punëtorë të dalluar, brigadier, specialistë të ulërive të agrumëve, kapitanishtëve, punëtarët e NIS, mekanizatorë, të gjithë njerëz të paradojës të ndërmarrjes sonë, punonësit të gjithë jetën e tyre, që ja kanë kushtuar realizimet e veprës të Lukovës, të gjitha forcat tyre mendore dhe fizike, ja kanë kushtuar brezarëve, ndërtimet e tyre me një cilësi të lartë, ngritjes së ullishteve dhe agromishteve, përmishteve dhe vreshtave. Asnjëherë nuk e kisha menduar se do të nisesha për një punë e më pas do të filloja kërkimet në një tjetër drejtim. Po ndoshta është më mirë kështu. Dashuria për agrumet, e sidomos ullirin, këtë dru të lashtë e tradicional, nuk është e sintetizuar vetëm tek një njeri. Ajo është e pranishme tek të gjithë. Tek shikon kultivuesit e ullirit, nuk ka se si të mos ndjesh nga afër për kujdesjen dhe dhimbësurinë e tyre për ullirin. Në çast të lind dëshira të afrohesh e të bisedosh me ta. Kur i dëgjon tek flasin me aq pasion e dashuri, njësoj sikur të flisnin për fëmijët, mendon se drejtor Vasili ka të drejtë. Një film për individin do të ishte diçka e zakonshme, ndërsa kur fikson në ekran kaq shumë njerëz, kaq shumë pasione e dëshira, filmi merr për masa të tjera. Ka më tepër hapësirë, më shumë jetë. Ndjen në portretet e krasicëve dashurinë dhe kujdesin e madh për këtë dru të lashtë. Është ky kujdes e kjo dashuri e madhe e njerëzve të punës që transformuan Lukovën dhe fshatrat rreth saj, dhe i varën në qafë gjerdan të shumt me brezare. Të njëjtën gjë ndjeva edhe tek ta studentë e Institutit të Lartë Bujqësor, që të frymëzuar nga porositë e shokut Ramiz Alia për ullirin, kanë ardhur në aksion dhe punojnë për inventarizimin e ullinjve. Kur kanë pranë Vasilen Agnostin, studentët ndjejnë emocione nga fakti i thjesht se ai është një ndër njohësit më të mirë të ullirit, specialist i shquar, që për gati 3 dekada ja ka kushtuar jetën e tij kësaj peme shumë të dashur për njerëzit tanë. Nuk duhet të lesh pa filmuar dhe mekanizatorët e oficinës sonë, më pa të thënë drejtori. Dhe ja, tani bisedoj me inxhinier Qiriako Martikon. A i thua se asgjë nuk na tregon për vete, por flet me emocione e ngrohtësi për shokët e tij të oficinës. Për Taqo Setin, Pali Gjikën, Agron Currën, Edmond Spirin, Foro Boçin.
Është i vogël kolektivi i tyre, por përballon punë të mëdha. Krahas mirëmbajtjes dhe riparimit të mjeteve të transportit dhe agregatëve, ata nuk kanë lënë pas dore edhe mekanizimin e proceseve të punës në bujqësi. Pasi eksperimentuan transportin e prodhimeve me teleferik në kushte kodrinore, ata ndërtuan me forcët e veta disa pompa spërkatëse, të cilat janë në punë dhe sigurojnë të gjithë parametrat e nevojshëm. Tani, ata do të punojnë për 10 pompa të tilla. Në ndorë të vitit 1966, erdhi në Lukov udhëheqësi ynë i paruar Shoku Enver Hoxha, ku dha idenë që populli e përjetësoj në këngën e tij këto shkure, brike, harca të qëndesim në Taraca. Për të zbatuar idenë e Shokut Enver, erdhën në Lukov me 80.000 vullnetarë, ku se bashku me popullin e apasionuar për rullinjtë dhe agrumet të Bregdetit, ndërtuan masivet e bukura të Lukovës, që përfaqësojnë shtrirjen e re e më moderne të këtyre kulturave për kushtet e vendit tonë. Kanë kaluar vite nga vizita e Shokut Enver. Që atëhere kodrat me brezare janë shtuar e shumuar. Brigjet e Jonit lulëzuan që nga Borshi deri në Sarand. Ndërmarrja e Lukovës u rrit, e jeta e njerëzve të saj është lidhur e bërnjë me agrumet dhe ullinjt. Duhet të dua shumë e të kesh dhimbësuri të madhe për çdo pëllëm tokë që të arrije deri këtu. Njerëzit e duan tokën, i duan pemët. Me dashuri e pasion të veçantë ata merren me to. Dashuria e këtyre njerëzve për agrumet dhe ullinjt është prekse dhe e bukur. Dimrin e fortë agrumet dhe ullinjt nuk e durojnë dot, dhe kultivuesit mundohen me gjitha forcat për t'ja bërë klimën sa më të butë. Krahas traditës, në Lukov zhvillohet edhe shkenca e mirëfillt. Parcela eksperimentale e studimit krahasues. Në këtë parcelë, që drejtohet nga agronomi i ri Kosta Stavro, ullinjtë e llojeve të ndryshme, megjithëse nuk janë më shumë se 4-5 vjeçar, kanë hedhur shtat dhe kanë prodhimtari të mbarë. Puna studimore në këtë parcelë ka si qëllim që nëpërmjet kërkimeve dhe eksperimentimeve shkencore të arrihet në lloje me prodhimtari të bollshme të përvitshme dhe rrezje të lartë vaji. Nga ullinjtë e kultivuar në këtë parcelë merren bisqjet e reja për mbishartesën dhe çohen në fidanishten e Kranes për shumim.
Puna e kujdesshme ka bërë që të arrihet cikli i rritjes fidaneve në 4-5 vjet. Tashmë fidanët janë të gatshëm për të shpërndarë në të gjithë vendin. Dhe të duket se shpërndarja e tyre brezare në brezare, unë gjetë fluturimit të zojëve që përhapin cicërimat gëzuar. Dhe gjithmonë, brezareve dëgjon këngë, dëgjon zëra të ngrohtë të njerëzish. Është kënga e rinisë, është kënga e ullinjve që dalin pllaj më pllaj këtu në brigjet e kaltra të Jonit, si një stafetë e brezave, si një mesazh dashurie. Kështu, brezare pas brezareje u rrit Lukova e bashkë me të njerëzit e saj. Tashmë çdo punë për kujdesje për ullirin dhe agrumet bëhet në bazë të metodave të shkencës bashkëkohore. Agronomi Niko Xharo e takova tek po merre me inventarizimin e insekteve dobishëm dhe të dëmshëm të ullirit. Për kujdesje e përqendrim në punë për të shtuar jetëgjatësinë e ullirit. Pasioni këtyre specialistëve të rinj është për t'u admiruar. Ja, kinoreportazhi ynë tani po i afrohet fundit. Çka mbetur ende pa u thënë? Ndoshta mbrëmjet e bukura e gazmore të Lukovës. Lukovën e re ndërtoi rinia. Këtu me zgjallërimit të përhershëm të agrumeve, të rinj të njihen, e pa dyshim lindin edhe dashuritë e para. Dhe vjen përsëri mëngjesi. Dhe ky mëngjes të sjell përsëri peizazhin e bukur, kurorat e larta të ullinjve, e çdo gjë të duket më e afërt, më transparente. E kënga e punës që zën punëtorët e brezareve që me lindjen e ditës së re e çon njehon e saj më larg, kudo ku ka kodra, kudo ku do të mbillen e do të blerojnë llastaret e rinj të ullinjve. Ata i gjenë gjithmonë në punë. Aty janë të gjithë. Vasili, Qëndrua, Nikua, Zisua. Lukova tani për tani ka 2 masive me brezare, por kongresi i 9 shtroi para tyre detyra të reja. Ata punojnë, e në mendjen e secilit kodrat e mbushura me shkurre e gur të borshit, çorrajt e fterrës, së shpejti do të kthehen në brezare me ullinj. Njeriu përpiqet e lodhet për një qëllim. Dhe kur me këto përpjekje arrin diçka, atëra i harron lodhjen dhe ndjen kënaqësi.
ndjen kënaqësi dhe thot me vete: edhe unë kam bërë diçka, ja këtu në këto brezare, pranë brigjeve të kaltra të detit. Me këngën time, gazi njerëzve t'ju ashtoj. Berri mendoj, shëtit shikoj, kam dëshira që kënga ime midis njerëzve të jetoj. Më pëlqen kur shikoj qifte të lumtur, vjen kur lozin e shesh, mbi një lule kur ndan një flutur, vajza djalit kur i busjesh. Më pëlqen në mëngjes kur më përshnesin shokët kur i takoj, anë mbanë i gjithë qyteti, është motivi që unë kërkoj. Anë mbanë në gjithë qyteti, gjej motivin që unë kërkoj. Më pëlqen të